Ka një dhurat që nuk mund të peshohet, nuk matet me arë, nuk shuhet me kohë. Ajo është gjuha jonë. Shqipja është tingull shndërruar në frym që zbret në shpirt. Ajo është një dritë e lashtë që Zoti e vendosi në kombin tonë, për të mos humbur rrugën, për të mos humbur vetveten. Si ëndrat e Naimit, ajo zgjon ndërgjegjen, ndez dashurinë dhe thërret drejt dijes. Si fuqia epike e fishtës, qëndron e pathyeshme si mal, zë që nuk shuhet, shpirt që nuk tretet në harres. Çdo fjalë shqip është si një grimcë e shenjtë e kujtesës sonë. Në të kalutjet e heshtura, ka mall që nuk shuhet, ka gëzim që nuk kërkon përkthim. Kur themi nan, toka bëhet më e butë. Kur themi adhe, qielli afrohet pranë. Gjuha është ura midis njeriu dhe përjetësisë. Ajo është mjeti me të cilën shpirti i flet vetes, krijimit. Prandaj çdo fjalë shqipe është bekim, çdo tingull është dritë. Sot nuk festojmë thjesht një pasuri kulturore. Në ngrem një lutje të heshtur. Ta flasim gjuhën si dritë, që bota të njohë shqipen hynore. Ta shkruajmë si rrënjë, që çdo fjalë të mbetet e pathyeshme. Ta ruajmë si zjarr, që gjuha jonë të ndriçojë brezat. Sepse sa herë shqipja tingëllon në zemrat tona, ajo nuk është vetëm gjuhë e një kombi, por frymë e përjetshme që lidh tokën me qiellin, shpirtin me krijimin dhe çdo brez me rrënjët e veta.